Maturantët e qarkut të Shkodrës patën mundësi të njihen nga afër me programet e studimit dhe ofertat akademike për vitin e ardhshëm universitar përmes panajirit Work and Study. Maturantët shfaqin interes për fusha të ndryshme studimi, duke u shprehur edhe për perspektivën e të ardhmes së tyre në Shqipëri apo jashtë vendit. Besoj se ardhmja ime do të jetë fillimisht në Shqipëri, ku do të vazhdoj studimet në një deg të mjekësisë. Më pas besoj që do ikja shtetit për një të ardhme më të sigurt. Nuk them se Shqipëria nuk i ka alternativat e mira, ka shkollat mira, universitet mira, por është një alternativë më mirë personale ime që është kriju domethënë për jashtë shtetit. Dëshira është Shqipëri dhe besoj që Shqipëri ka me u vendosë dhe me vazhdu të ardhmen teme. Sapo mora dhe informacion në një nga universitetet tani. Edhe do shohim të cilat do shkojmë dhe të cilat do zgjedhim. Shqipëri patjetër, se nuk është asgjë më mirë se ti shërbesh vendit tënd. Në panajir morën pjesë 27 institucione të arsimit të lartë publik dhe privat, të cilat prezantuan programet e studimit, kushtet e pranimit dhe perspektivat që ofrojnë për studentët e rinj. Qëllimi jonë është që këta maturant t'i mbajmë në Shqipëri. Dhe ky është leitmotivi i panajirit Work and Study. Edhe Universiteti Shkodrës Luiq Gurakuqi ishte pjesë e këtij panajiri me një ofertë të zgjeruar akademike për vitin e ri universitar, duke prezantuar programe të reja studimi si dhe risitë që lidhen me kartën e studentit, e cila ka nisur të zbatohet që këtë vit akademik. Mbështetur tek tradita dhe duke kombinuar të me përpjekjet tona për reformim të programit studimit, edhe natyrisht edhe për të qenë transparent me këto maturant, unë besoj që ja vlen që për këto maturant Universiteti i Shkodrës të jetë zgjedhje e parë. Organizatorët e vlerësojnë panajirin Work and Study si një ulëlidhse mes arsimit dhe tregut të punës, duke ndihmuar të rinjt të informohen dhe të marrin vendime më të qarta për rrugën e tyre profesionale në të ardhmen.